mbrëma dhe mirë se ardhët. Po dukeni shumë bukur. Faleminderit shumë, që ju gjetëm. Shumë faleminderit. Mirë se keni ardhur, edhe ju presin pyetje pak ma pikante. Sonte në fakt i kemi ndru, po më duket rolet, i kanë ndru vajzat rolet. I një mësu çdo herë me bo pyetje, tani do të përgjigjeni. Si ndiheni? Shumë azar është mu përgjigj, se me bo pyetje. E vërtet, është pak e Kur jemi sikletshme. këtë mes, cila është pyetja ma e vështirë që e keni bërë gjatë karrierës tuaj dhe që mysafirin përballë jush e ka bo mundi pak i intimidum ose në siklet? A Njeza, ka pas ndonjë pyetje? Zakonisht pyetjet për jetën private janë që ishtin pak ma shumë siklet mysafirët për mu përgjigj. Pyetjet tuaja kanë qenë pak ma djegsta ndër vitet zhvillimit karrierës tone. A ka pas edhe reagime për shembull të mysafirëve që i ke pas përballë dhe të kanë thonë pas intervistës, pse kështu se prita? Kështu pas intervistës nuk nga ndodhë, me më thonë, po mes intervistës po ka pas që uqu mysafiri ose na i sen, po e kena menagju mirë. Më ka thonë mos ma bëj qëtë pyetje, nuk ja kom bo. Ka pas raste që më kanë thonë para intervistës mos ma bëj qëtë pyetje, ja kom bo prap, tani kanë haru me më thonë me prej. A i bjen kjo premje mbes apo jo? Jo, nuk e konsideroj të tillë. Jo, asa. Sua Njeza ky profesion për njerëzit? Kur ke pas këto momente? Me qenë ma e durushme, si tip njëna që nuk durej shumë, profesioni ma ka mësu këtë pikë edhe më ka bo pak ma qetë. Më ka mësu që nuk do të njahu thonë njerëzve bashkë drejt për drejt sendet. Edhe më ka mësu që me i menagju njerëzit të e morë parasysh karakterin e tyne, se jo krejt njerëzit janë të njëjtë, edhe emisioni sidomos më ka mësu shumë, sidomos për fytyra publike, më ka mësu qysh mi trajtu, qysh më merë me ta, kështu që ko marrë shumë të mira prej emisionit. Eleta ndër vite ke qenë gazetare, producente, televizive, a është gazetaria profesion për femra? Është. Është shumë i përshtatshëm për femra, sidomos femra që e dojnë karrierën shumë, unë jam tip karrieriste. Unë tash e kom deviju pak rrugën së fundme, nuk jam të e ushtru direkt profesionin e gazetarisë, tash jam menaxhere me një akademi këtu në Kosovë, po gjithsesi gazetaria gjithmonë është ai profesioni që edhe me dashtë në me lanë së mlenaj. Deri së fundmi ke pasur edhe emisionin në një tona në radio televizionin publik të Kosovës. Pse nuk është më? Për shkak të buxhetit të radio televizionit të Kosovës, fatkeqësisht e them këto, se radio televizioni i Kosovës është duke u ballafaqu me një situatë jashtëzakonisht të rëndë që s'ka qenë asnjëherë më parë. Kështu që për shkak të buxhetit Atë ka detyru kjo që ti të gjesh një punë tjetër, apo... Jo, unë në kohën kur kam qenë të e moderurë një tona, veç kam qenë menaxhere në Skantek Akademi, kështu që nuk ka qenë kjo arsyeja. Zakonisht, gjithmonë i kam bërë dy punë paralelisht. Jam vetë tip ma interaktive, kam qef me pas aktivitete ma shumë gjatë ditës, kështu që edhe në kohën kur kam qenë në RTK njëjtën kohë, jam mirë edhe me projekte të Deutsche Welles, ose që do qoftë në i projekt tjetër, marketingun, herë pas here, e përqaj shumë edhe marketingun, edhe na shkon njëve gazetarve. Por sa të ndryshuar gazetaria si person, Erleta? Nuk e besoj që më ka ndryshu, besoj që veç ma ka dhënë hapësirën me shprej vetën, me kanë vetja. Po që ke mësuar nga gazetaria? Qoftë për njerëzit, për jetën? Shumë, varësisht unë kam trajtu natyra të ndryshme, profile të ndryshme, emisionet gjithmonë i kom pas shumë ndryshme prej njëna tjetrës. Fillimisht në fillimet e karrierës kam qenë angazhuar në emision të kinematografisë, në Telekino në RTK. Pastaj kam kalu me një emision tjetër i cili ka qenë social-psikologjik, ku ka qenë edhe nderimi kolegë me mu në atë emision, Diversi, po besoj ju kujtohet. Sigurisht emision. Pastaj, për shembull, pasi kanë ndryshuar rrethonat në vendin tonë, na kanë dëbu, kisha me qujtë nga RTK-ja, na kanë qitë prej punës një numër shumë të madhë të punëtorëve në RTK. Do me thonë, ka qenë rreth 300 punëtorë që i kanë largu nga puna për shkak të shkurtimit të buxhetit të dhe asa kohë. A e ke vujt këtë moment të vendim?
Po, edhe nuk isha kanë të e vrejt, karrierën tënde. nuk isha kanë të e vrejt, që në fakt kisha kalu pak, me thonë, është ta me një stres pak ma të madhë, gati sa me thonë depresion. Por që pastaj shumë shpejt e kum rimar vetën, unë jam angazhu në për televizionet të tjera, në për një periudhë shumë të shkurt kam qenë edhe në TV këto. Pastaj kom kalu kum ba edhe punë të ndryshme të natyrave të ndryshme, që kjo në ashta më ka ba mu rritë shumë në karierë edhe me pasa shumë unë jam tip karrieri. Është krejt e kuptueshme që kur shkëputesh për një vendit pune ku pritshmërit i ke pas të larta, me psu pastaj edhe thyrje. Anjeza, një pyetje, a e meritojnë të gjithë gazetarët, figurat mediatike, pozicionin që kanë sot, a janë të gjithë të duhurit aty ku janë? Ta marrin atë vëmendje që e kanë të merituar. Nëse flasim për gazetarët që janë tash sa vite në televizion, besoj që sipas mendimit tim të gjithë janë në vendin që meritojnë me qenë. Po nëse kthehemi pak edhe flasim për këto vitet e fundit, pjesëmarrët në televizion nuk kanë qenë edhe shumë ashtu siç i kanë merituar, nuk mendoj që secili është në pozitën që e meriton. Gjithmonë jam pas asaj e kam pas si primare në televizion me qenë dikush që ka përfundu edhe ka një bagazh mrapa. Ka përfundu të paktën një shkollim, sa i përket gazetarisë, gjithmonë e kam pas këto. Nuk jam hiç me këtë trejen që ka dalë mjafton me dalë me majtë një intervistë, ose me qenë me ndonjë reality show, edhe ti me u bë gazetare, unë nuk jam hiç me këto. Kështu që sa i përket gazetarëve, moderatorëve, prezantuesve që janë tash sa vite, unë mendoj që secili prej tyre e meriton vendin edhe pozitën që e ka. Për shkak se e dim që në të kaluarën për me pas një pozitë në televizion ka qenë shumë e vështirë. Kështu që mendoj që kam punu fort për me qenë këtu ku janë sot. Anjezat, ne vetë se të njohim edhe publikut një edhe të vlerëson, por edhe të kritikot realisht në të njëjtën kohë për mënyrën e drejt për drejt se si ti shpreh mendimet e tua publike. Ka ndiku kjo? Ndoshta mendoj që pak më ka ndiku, sado që ndër vite kom thonë që jo nuk ndikon e nuk ka ndiku, po tash kur po e shoh veten që shkom ndryshu, mendoj që ka ndiku, këgja shumë si komentet, si edhe fjallë që mi kanë thonë kolegët, edhe krejt këto me i përmbledh, të gjitha mendoj që ka ndiku pak edhe më ka ndryshu si person. Çka ka ndryshu tek Anjeza? Profesionin e kom nisë krejt ndryshe, si një gazetare krejt ndryshe dhe kom përfundu të uvo krejt një gazetare ndryshe. Mendoj që edhe për të rritë vlen cekët që nuk është mirë me i marrë mendimet e gjithëve. Sidomos prej kolegëve, kolegët janë ata që janë non-stop me ty edhe t'japin mendime sa i përket karrierës tënde që ty veç jetu e zhvillu, edhe të thonë jo mëse bë qëto, bën e qëto, nashta që shtë zbën, edhe mandej kur mbledhen krejt këto, mendoj që deshte kanë me ndiku, edhe mendoj që unë kom qenë mirë në fillim, nuk jam tash mirë. Në të vërtet, ambicia për qenë në qendër të vëmendjes nga njerë të nëzjerë prej vetës. A ka ndodhë dhe kjo me ty, se kemi pa një fillim shumë ambicios të ndim, po ka një herë dhe me disa deklarata që në kanë lënë gojë hapur. A ka qenë një farë gare me vetë vetën dhe të tjerët për qenë qendër të vëmendjes, për tu identifikuar, apo kanë ardhë thjesht dhe rastësisht ato deklarata? Veç me dalë dhe me bu punën që më përdu, hisë ka qenë ideja për me marrë vëmendje, as me qenë qendër vëmendjes, as njëherë. Mendoj që shumicën e rasteve njerëzit që nuk e dojnë famën, jo vjen fama. Unë hisë nuk ka qenë... Cila ka qenë deklarata jote më e madhe, që ka bo mas shumë t'i zhurmë, edhe që t'ka sjellë mas shumë t'i reagime? Unë mendoj që i kam 2 deklarata që është pak më virale. Është deklarata sa i përket Diona Fonës, edhe deklarata me Vjerën, që kom pas sfundmi në misionin ta, mendoj që shto 2 deklarata... Qa ki thonë saksisht për Vjerën? E kom pas sfundme, jo, në Qaqirin edhe kom prezentu si Vjerë, kjo ka qenë deklarata tjetër që edhe më njohi njerëzit tash edhe ma përmendin hala, edhe pse misioni është shumë mati tash. Jo se deshta me të pyta ka qenë, apo jo Vjera jote, se unë ende se kom kuptu. Jo, nuk ka qenë. Se vendosa me thonë që është Vjera jote? Po vendosa me thonë se... Në atë moment unë isha duke menduar Jehona, ka djallë më të rritur, ndoshta e pas ka pas, po nuk e pas ka Unë mbi. duk na ma e vjetër, edhe në reja. Qysh erdh ky vendim dhe qysh u pajtu mysafirja në këtë rast?
me lujt rolin e vjerës. Që është shumë qell, është shumë person pozitiv, edhe me thonë drejten, ka pas në të njerë, po foli shumë hapër, kam pas në të njerë mysafir që nuk kanë qenë, edhe shumë momentet, edhe me pa tjetër, ajo gazetaria brenda meje, më ka shti me bo diçka që tash nështë është paridhe me thonë, po kom desh me bo diçka me më shku emisioni viral. Ka njerë kom pas qef me nëzirë diçka për mysafirit që nështë asë që ka bo kërkush. Edhe në ato momente na konë vëqë të e bo si hajgarë edhe ta shko me të prezentu si vjerë edhe u kry. Ama po vim prap të që ajo që thashun, është garë për vëmendjen. E kom pas për emisioni, një për vete. Është luar kjo, po besoj në fund të bisedës. Po, e kom pas edhe në fund të emisionit tam, edhe më konë eftu me një emision tjetër edhe kom cekë se mandej filloj me u bo dhe shumë e madhe, jehonës kam fillu shumë të i shkru njerëz edhe në mbrëmje ndryshme të i thonë që qysh sa ke tregu e kështu, filloj me u bo pak edhe problematike si tem, mandej veç e kena cek edhe me një. Ata që se kam parë sytimin fund edhe që s'kan arrit me dëgju që ajo s'ka qenë realisht vjera jote, sigurisht kanë me vazhdu me mendu që ti e fejume ose martume, atë ka prish pun në aspektin privat, sentimental kjo? Me thonë që më ka prish pun, po ndashta kom pas probleme, ka pak, për shkak se njerëzit kanë fillu për një me mendu që jam nusa e honës, ma ndej kom pas edhe komente pak negative sa i përket dukjes tam të më krasu me e honën, të më thonë që e pas ke virën ma tre. Të komente Allah shqiptar që... Të më kanë shku pak nerva me thonë drejtëm, po probleme nuk mëj me thonë që më ka qitë, po kështu kur nalë edhe me menoj që kom bo gabim, për vejprën që e kom bo, për shkak se nuk është mirë me dollë zoni që martu pa martu. Për këto, konsiderova që nuk me dollë probleme. Ke humbur shanset, po i vajzë. Janë ndru statusin vetës pa arsye. Po gjithsesi, ja ka arri që intervista me shku viral, me u përfol. Karierën e kom shumë picked up, dhe krejt që kom qef është me metë diçka që kujtohet. Qoftë edhe nëse më ka bo pak problem, pakten diçka që kom qesh me të dhe me metë diçka me u përmenda dhe pas disa viteve me u Kjo është shumë e mirë që edhe përmes kësaj studio, Aniza po e përcjellim edhe si mesazh, thoshta edhe për kolegët tanë, por edhe në përgjithësi për influencerët apo kushdo që po shkon drejt senzacionit që t'i ikim kësaj, sepse me profesionalizëm gjithçka që ndërtohet edhe qëndron. A je single, a je... Më falë Alban, po veç ta mbyllim me ta sërë. Dërime, unë e sarë vitën, dërime, më qëtë. A je single, apo je me dikë që ta mbyllim, ta sëqarojmë njëre mirë, qashtin e vjerës dhe të statusi. Ti hapim dyre ofertave nëse duhet dyrt me qenë të hapura, ose t'ju mbyllim... Aniza po më shikon. Aniza po më shikon të flas, apo më së flas? Unë veçan të dosh mi bu favor, e tonë drejtë. Ke marrë shumë frikë nga deklarata, sa po e shumë. Nuk po gudzoj me folë. Se ti unoz nuk ka. Që i bon njeri vetës ka njëherë. Disa nuk je unoz. E martu me feju me nuk jam, derem. Kërkoj ndjes nëse të kom nunë si kretë. Eleta, ke pas të situata tilla në gjatë karierës tënde, në mënyrën që ose që je paragjyku, ose prej komenteve, ose si është ndërtu karriera jote profesionale? Kështu shumë viral, diçka nuk është që ka shku, në zakonisht temat që i kum trajtu kanë qenë ma shumë profesionale dhe kum pas qef gjithmonë mi qëndru që asaj profesionalizmit se edhe më pasqyron mas mirë që ajo pjesë. Po njëherë më kujtohet në një emision të verës në RTK, një kronike jamja u bo shumë virale, për arsye që patëm vendos me i vizitu edhe me i promovu vendet në Kosovë që mundën me u vizitu kur të vinë qoftë mërgjimtarë, qoftë turistat. Edhe unë po dëgjoj që në Kosovë dikun me një vend, ka Luan. Edhe tash nuk përmendi vendin se nuk e di që shqëndran ma ajo situatë, veç se e di që kom pas shumë problem edhe më kanë sulmu në rjet. Personat që janë në mbrojtje të kafshve, organizatat edhe gjithë qka tjetër edhe kanë shkryt kejtë portalet që gazetarja e RTK-s shkan në filan vendi dhe promovan një vend që Luani pas ka qenë me gjas i kontrabanduma, diçka nuk e di sakt që është situata, se mundëm edhe me gabu diçka, veç e di që ka qenë këgja një farkauze u Si e përjetove ti?
Une në qatë kohë e kom përjetu këgja rëndë se nuk më ka ndodhë që ashtu me u përflit në krejt media, do me thonë me pa emrin tam ku do që isha. Cilë të ishin titujt, a na kujton? Për shembull një prej titujve që ty të kalon shumë për shtypje edhe. Ma shumë ka qenë që më kanë sulmu mu pse gazetarja e RTK-s nuk u informu në ashta edhe ka promovu një gjatë tillë që nuk... Si përfundim, a pat Luana as pat? Po Luanin unë e kom promovu edhe ajo video që e kom promovu në Luanin është edhe në YouTube ende. Unë mendova që veç ke pretendu. Jo, ka qenë Luani është ende, shkoj njerëz të vizitojnë, mas ne ka qenë aty, më kujtohet edhe Shpresa Gashi, këngëtarja, në adventin se ajo si resort, edhe unë për me i ban derë Shpresës, tash ta bëj edhe një intervist me Shpresën. Tash edhe, kur pisho mediat, portalet, mas ne e gjykojshin edhe Shpresën, pse Shpresa, ikona muzikës, qysh ka pranu me dhonë intervist në këtë situatë. A ke qenë mo, a je këthy mo në atë vend? Jo, nuk kam qenë edhe pse shumë vendi mirë, vëlla, shumë mirë, shku me vizitu, nuk ka qenë. A ke paqësora, ke i mirë Luani? Po, veç që nuk e di tash në bazë të shkrimeve që i kam bë këta të mbrojtjes së kafshëve, e kum pa që kanë thonë që nuk i ka pas kushtet e duhura për një Luan. Unë drejtëm një thonë, nuk kam njohuri për atë pjesë, a i ka pas kushtet e duhura. Ti ke reagu, ke shkru kaq. Unë e kum pas si vend atraktiv për me vizitu turistat kaq. Aliza e përmendi momentin e vetë, ndërkohë ty, Eletat, ka prish gazetaria në ndonjë moment personal? Jo, nuk më ka prish, pas me më drejtë së më ka ndrejtë. Kësha pas që me ma ndrejtë në i punë. Jemi në këtë studio, jemi live. Në studion... Ta bëjmë do një kërkes atëherë. Po, edhe me një emision tjetër ku ka qenë ndërimi më kaftu edhe aty ku më thonë që jam single dhe jam kërkem edhe prapë se prapë nuk lajmëru kërkosh. Shumë e qëtëqme. I tani ka diaspora dhe mos po kërkesat janë shumë dha, me qenë semi të diaspora. Nuk kam qef me shku jashtë vendit, veç në qofë se dikush bindet me ardhë me jetu në Kosovë bashkë me mu. Atër po e bojmë si kërkes, me qenë se emisionin tonë është shumë i shikushëm edhe në diaspore dhe kove të fundi kemi marrë shumë mesazhe nga diasporat, se të janë duke e ndjekur këtë emision, kështu që njerëz... Thirrje e hapur për Erleta Tërpezë. Ka një thirrje, kështu që... Holla teze. Po, jo, veç unë deshta më thonë, cilat janë 3 kriteret tuja për mashkullin ideal, mashkullin që dënë me pas për krah, në mënyrë që ta kenë më atletë edhe tash mos qëj ftesë gjithë kush. Kategorizohen njerëzit, se besoj rroda ka me qenë gjatë pas këtij programi. Nuk e marrin guximin, qëra jena të jetu me një kohë. Kriteret. Tash i përmendi. Veç jemi të jetu në një kohë që seriozisht është pak e vështirë, se meshkujt nuk e kanë ma guximin sikur ma përpara, me lut një qik që ju pëlqen, me bë masaj, me... E qëto për shambull që janë të mungu, po besoj që mu që kjo mungan. Kam qefë, është një nga prej kritereve që në qovë se dikush dënë me kanë një dohet me më kërku mu, me bë mas meje, me më lutë. Kriter 2-3 ka? Po, kam qef me kanë shumë punëtor. Kam qef me dasht punën me kanë njëri karierist, me pas jetën pak të stabilizume, se edhe nuk është që jam ashtu shumë e rej që më i veç me vendos me dikam për dirisa unë vetja kum kriju gjitha kushtet vetës, ashtu që shikum ndru qysh prej veçlis. Dhe kriteri 3? Që edhe i dashur jam i ardhë shumë i pas. Dhe kriteri 3? Kriter të tretë, po di me qenë edhe besnik. Kërkesat e lartë, apo e kuptoj pse je ende single. Pra njëzën? Nuk është që kam diçka, që unë dashurona shumë letë. Mjafton veç. Se mu i vajzë ka që letë. Shka jonë këto deklarata? Në shumë viral e ko. Nuk është që kam diçka që këshyri. Normal, me qenë besnik, është një ndër Kriteret. kryesore që duhet me pas, po për një me, po du më konë shumë e sinqert, nuk është që nashta kështu
kur nuk jam e dashurume, muj me thonë, unë e du një burë që e ka qëta, ama nëse unë veç dashurona, nuk i këqyri asë një tjetër, asë nuk më intereson. Njerëzit e ka një bindje për gazetarët dhe gazetarët në përgjithësi që janë njerëz shumë të dedikum dhe kështu është, i dedikohen plotësisht profesionit. Mesin pa martu. A ndodh që njerëzit t'ju rrinë hapa larg shoqërimit me ju, lidhjes me ju për shkak të profesionit tuaj, se zakonisht ju friksohen gazetarëve se punojnë pa orar, besa janë edhe shumë kritik si njerëz, si profesionist. Është pak vështirë me thonë drejtën dhe me kriju familjet një dhe në kohë që je të punu në televizion. Nuk është e pamundur normal, po është pak vështirë, besoj që krejt e dim, për shkak që i friksohen kësaj punës së televizionit, nuk e di pse. Krejt na që jem televizion e dim që s'ka që ka mu friksu, është një punë, mendoj që unë shumë e ndash me punë normale, po nuk e di pse gjinia mashkullore ka problem këtë punën e gazetarisë, një femër me punu gazetare. Ndoshta që dalja shpesh në televizion tutën që po na merr ndaj kësht tjetër. Televizorit. Po na çon shë. Mirë që si kam këto probleme. Unë mendoj që pa marrë parasysh punës, edhe në qoftë se nuk punon në televizion, se unë aktualisht nuk është që jam të punu me një televizion, po edhe në qoftë se nuk punon në televizion, në qoftë se vetë si femër je shumë e pavarur, në qoftë se vetë si femër punon shumë edhe i arrin krejt vetë, meshkujt s'tepën. E kanë vështirë me Ata nuk janë meshkuj. E kanë vështirë me pas një femër që ja ka arrit, ja ka dalë vetë, nuk edhe e kanë e ndjejnë atëfar inferioritetin, se mendojnë që gjithmonë janë të pamjaftueshëm për femrën që e kanë përballë, dhe për çata nashta edhe hezitojnë, dhe akoma nuk janë ndërtuar vetë. Ashtu, edhe hezitojnë shumë për shembull edhe me marrë hapin e parë. Do të thotë që s'janë meshkuj, ndoshta janë meshkuj, por të pandërtuar. Cila është një gjë që publiku nuk e di për ju? Anjeza? Që ju fjallën, se po kesh. Anjeza stratege, po pret, po dëgjon, dhe pastaj po reagon. Unë besoj që shumë gjëra nuk din publiku për mu, sepse unë nuk jam person që ekspozohem shumë, normalisht në rrjetet sociale të mijat postoj, por që nuk postoj që ato që ka du unë me ditë publiku për mu zakonisht, edhe për shembull nuk është që... Çka nuk publikon? Shumë gjëra për dëshmërinë time. Nuk është që jam ashtu tep sikur influencerat ose tash që është trendi me tregu gjithçka për veten, nuk e bëj qatë. A ke mendu ndonjëherë me u bo influencere? E kom mendu, kom pas fillu edhe më kanë shku shumë mirë këto views e reach-i në për rrjetet sociale, po veç e kom pa që nuk është shumë për mu. Pas këtij programi besoj që ofertat s'kan me mungu. Anjeza? Edhe pse që ato ofertat mira, vëlla, mi shfrytzu ka pak qëto farë produktet e qëto influencerat që po pojnë s'është keq, ajo. Ta letësëm paketën, sidomos për neve femrave nashta që kena shumë nevoja. Një pas njëshme. Po Anjeza çfarë nuk di për ty publiku? Mendoj që publiku për mu nuk e din që unë kur punoj, jam shumë punëtore, edhe nisan që më kanë ndjek nështë prej fillimit karierës, është nisan që ma kanë thonë edhe live në emision, është qyshe bote, më kanë thonë, dhe me thonë mitis emisionit, më kanë bo orë, më kanë thonë qyshu bonet e gazetare, nisan që më kanë ndjek shumë prej fillimit, nuk e di pse, po më një thonë që nisan që nuk e din publiku është që unë punoj shumë. Nështë prej rrjetet sociale nuk e jepi atë përshtypje, po unë punoj shumë. Nëse e marrë një punë me kry, dona me kry mënyrën perfekte ose heq, e këto nuk e din publiku, është një sen që nështë s'ja jepi përshtypje që unë punoj, po që menoj që shumë njerëz që i shohim në televizion janë ndryshë prej asaj që e shfaqen. Dhe perceptimet e tjerëve janë të tyre, kështu që nuk duhet as pak të ndikojnë, të pak të në kështu mendoj. Kjo mbarët edhe prej njerëzve qysh i marrin reagimet e tjerëve, ka që i marrin shumë afër zemrës dhe ka që s'ju vëm veshin fare. Kisha dosht me qenë këtë kategorinë e dytë. Në Malan Det kemi setet të ndryshme pyetjesh, të cilat mund të kenë edhe përgjigje të shkurtra ose edhe pak më të zgjeruara nëse ju mendoni se duhet qenë ashtu. Seti i parë është quajtur pa filtra dhe pyetja e parë shkon për të dyja. Apo e zëvendësojnë gazetarët profesionin me famën? Me? Me famën. Me famën. Po, mendoj që po e zëvendësojnë. Arsye to.
A duhet edhe me arsye të nderimit ta mundesh edhe me dhënë një përgjigje të shkurtër? Por edhe më kaq. Besoj që po, për arsye që po shihet normalisht tash ka ndryshuar shumë prej kohës tradicionale që është bë gazetaria e deri tash në kohrat moderne kur po flasim normalisht që bota digjitale e rrjetet sociale kanë avancuar shumë edhe për me qenë trend dhe për me qenë një hap me kohën detyrimisht edhe gazetarët duhet Jo, ideja është këtu, jam i famshëm, jam televizion, jam gazetar. Do më thonë, fillimisht, vjen fama, qoftë përmes rrjeteve sociale, ose ku do e fituar, dhe më pas ti bësh gazetar, më i miri, yll, pavarësisht që ndoshta s'ke asnjë kriter, po e ke famën. Po, dhe kjo e cilat pozicionon. Është shumë prezente në jetët tona, do me thonë çdo lloj influenceri, çdo lloj një person shumë i thjeshtë që del në shtadë ju bëhet viral një video në TikTok, e ka hapësirën në të gjitha studio televizive, që unë besoj që nuk është e nevojshme bashkë ashtu se në qoftë se nuk ka thonë diçka të dobishme dhe diçka që vlen me dëgju krejt publiku i gjerë, pse më ja dhënë tonë atë hapësirë në krejt studio televizive, që kjo për shembull e ka dëmtu në besoj vetë gazetarët ja kanë shtruar rrugën që sa e tash s'po kanë qysh me nol, se ju ka bo probleme dhe gazetarëve se në shumicën e rasteve vendet ma të mirat po i zojnë qëta influencerat që s'kanë ashta shkollim adekuat për gazetari, që që tha edhe kolegja ma herët. Anjeza? Njëjtë mendoj edhe unë, sa i përket famës në gazetari, njëjtë mendoj. Po shkon ndikim më shumë, gazetarët apo influencerët? Varësisht, ka influencer që kanë ndikim ka gjatë madhë, varësisht që që kanë ndërtu ftyrën e vetë publike para audiencës vetë, në qoftë se ata kanë tregu ma shumë se sa që tregojnë gazetarët, kanë tregu histori të vetat personale për mes videove të tyre, normalisht që e kanë fituat farbesimin edhe simpatin e masës. Edhe në qoftë se thëtë një i tillë diçka, normalisht që mundet mu marë ma shumë parasysh se sa një gazetar. Tu e pas parasysh edhe shikueshmërinë tash. Për shembull, na e dina që shikueshmëria shkon shumë ma shumë rrjete sociale se në televizion momentalisht, kështu që në qoftë se studio televizive po ja japin hapësirën një personit të tillë është veç për shkak që edhe televizioni po don me ja marrë çat ajkën e shikueshmërisë. Qati personi që po merë që ka shumë views në rrjetet sociale. A keni refuzuar ndonjëherë ndonjë lajm për shkak të presionit? Keni refuzuar të publikoni diçka që e keni ditur, ka mund të bëhet lajm, shkoj shumë furishëm të audiencë, apo keni pas presion dhe s'keni arrit me publiku? Unë nuk jo marrë asnjëherë kështu me lajme spicy, me showbiz nuk jo marrë asnjëherë edhe për shatë arsye nështë nuk është që kum pas që si lloj materiale. Kum dëgju se normalisht kur ti është gazetar edhe i ki shoqnin krejt gazetar na paka shumë i dina do sen edhe të pathana që s'thuhen kur në për media, por që nuk e kum pas qatë dëshirën e flakt ta thëmë... Me nxjerrë diçka. Me nxjerrë, po. Anjeza, ti besoj ke pas shumë a shumë? Shumë, kom pas rastet që, po, me thonë drejtën edhe nuk kom guxu me i thonë. Se një sen që vlenë cekët, nështë pikërisht këtë pyetje është që në fillimet mija kom pas edhe disa kërcënimet vogla prej disa menaxherëve, ndoshta, për shkak nëse kom folë për një artistë diçka, më kanë kërcënu me jo nuk mundesh me punu më kur në televizion, e kështë të tilla, edhe ka pas raste që nuk kam guxu, ka njëherë do lajme që i kom ditë me i thonë. Presion gjithandej. Menduar ndonjëherë denoncimin? Jo, se unë edhe pse më kanë kërcënu, unë e kam ecë. Unë nuk tutna prej njerëzve dhe prej kërcënimeve që vinë asnjëherë. Po që normal do lajme që i kom ditë, e kom menu edhe kështu vetë kom thonë, nështë është ma mirë, mos me i thonë, se mandej veç kam fillu edhe kanë dalë vetë ato lajme. E a ka gazetar që shesin objektivitetin për shkak të miqësisë ose raportit të mirë me personat e famshëm, qoftë VIP-a, politikan? Po, ka. Ka. Sa dush. Cili është kompromisi më i madh që bëjnë gazetarët për karrierë? Kompromisi më i madh. Nuk i di unë për veti nuk unë ba kompromise, për shembull edhe unë kom pas oferta të ndryshme për me i moderu emisionet e showbizit ose qëto emisionet pak ma që janë me tema pak ma... Talk show. Po.
nuk kom pranu, veç për arsye që nuk e kom gjetë vetën. Unë seriozisht edhe natyrën e punës që e bëj së fundmi është akademi edhe mirë taman me një sektor që menojone që është i dobishëm edhe që mundet me pas benefite krejt shoqëria jonë. Qashtu edhe emisionet që i kom moderu, për shembull në kohën kur e kom moderu emisionin e kinematografisë, e kom një atë farë energjin brenda meje që jëm të bo diçka që ka nevoj vendi jonë, sepse ka pas shumë pak emisione që e kanë përcjell veç kinematografi. Ose për shembull rrënjët tona kur i kom moderu, jo më di shumë e përmbushur, sepse Hajdina që jena të elon shumë onash, nashta kulturën, traditën shqiptare, dhe e kum po që edhe ajo është shumë mungesë dhe s'është ka mirët askush me atë pjesë, kështu që gjithmonë kom zgjedh natyrat e emisioneve që më kam përmbush mu si person, jo për me shku viral asnjëherë, as për më duke interesant. Ama kjo është luks, Arleta. Seriozisht, me përgjith që ka ty ekskluzivisht të përshtatët është goxha luks. Me i pas punë shumë mirë që me qenë kaq selektive. E kom pas fatin edhe familja jeme më kam bështet gjithmonë edhe në qoftë se kom qëndru pa punë edhe pse s'm ka ndodhë të për shkort në ashta maksimumi najher njëtën tem prej që ju mbo me punu një mujtë kom najtë pa punë. Po mbështetja e familjes, normalisht kur ndihesh i sigurt, kur ti je konfidente, kur e din çfarë po don, më duket që e ndjell çat energjinë dhe të vinë çato sana që ti i ndjen brenda vetes. Anjezën, kompromisi më i madh. Sa i përket gazetarisë, unë nuk zgjedhehesh. Unë e shoh veten çdo lami, çdo emision, qof politik, qof showbiz, qof çka do debat, çka do unë e gjej veten. Mendoj që kjo është e bukur e gazetarisë edhe mendoj që sa një më i mirë që mundesh me bosin gazetar është mu përshtat. Unë nuk muj me qujt veten si gazetare veç e showbizit, se mirëna me showbiz, po njëtën kumë tërhjek edhe politika, edhe e shoh veten në çdo pjesë, kështu që unë jam si gazetari jo me kaq me mu mirë me qka do gjoftë. Nëse dikush ka me të keq edhe në emision politik, unë jo me dhe ato. Kush manipulon më shumë, politika apo showbizi? Se di, nështë politika. Me mbyllim këtë set pyetjesh me një pyetje për të dyja, cili është një lajm ose një edhën që nuk do ta publikonit kur, edhe nëse dini që do t'ju shkonte viral dhe do t'ju siguronte mira klikime. Një lajm që të kisha publiku kur është, nuk ju kisha tregu kush ka mu bo presidenti Kosovës. Unë një lajm që nuk e kisha publiku kur, kish qenë një lajm që e kish afektu jetën e dikujna në një formë që kish falshyesh nga ana jam, kështu që jam edhe pse jam gazetare në first of all, jam njeri, kam qef me ndje mas pari, a kisha pas qef mu dikur me publiku një diçka që unë ruj me fanatizm nështë. Gjithmonë e qes vetën në radhë parë edhe për qatë arsye nështë edhe nuk kisha pranu me publiku diçka. Edhe pse gazetaria është pak ma eftoft se kaq, po gjithsesi njerëzorja në rënd të parë, seti dyti pyetjeve e vërteta ose debati me përgjigje shumë të shkurtra, sepse jemi në limitet e kohës, a është televizioni ende më i fort se rrjetet sociale. Anjeza? Po. Nuk mendoj, ose nashta 50-50, ose bota digitale ka shku shumë për para, unë edhe mirëna me këtë pjesë, do me thonë, trajnimet janë për marketing digital, për IT essential, për programim edhe për krejt design grafik, për krejt qëto që ka janë të ndodhë, do me thonë, kur kam qenë televizion nuk e kum kuptua as vetë edhe unë, kum dasht me rujt me fanatizm, se më kam pjesë e televizionit, kum thonë televizioni është baba, ma mirë se me kanë televizion s'ka, se kum thonë qure po ka nevoj edhe bizneset private me ardhë mu reklamu në televizion, po jo, nuk ka edhe najfar impakti shumë të madhe, dhe pse hala zgjedhin kompanit private mu reklamu në televizionet ndryshme, nuk është që është impakti shumë i madhe, ma shumë është një boost në Facebook, se sa ne reklam televizion. A janë bërë mediat viktime e klikimeve? Ka gja shumë.
po u bazu në tituj që i nxjerrim ka njëherë, që nështë s'kan të bëj hiç me bisedën që bëhet në emision, i vjen që veçan diku. A e ka humbë gazetaria besueshmërinë sot, shkurt? Besoj që po me të madhe. Anjeza? Po më vjen keq me thonë, po. A duhet gazetari të jetë mik me personazhet që interviston? Me qeni ofert, çka unë e preferoj është me pas një bisedë me mysafirin para intervistës, edhe me po pak çfarë personi është, qysh po Energjinë që ta ofron. qysh po reagon për pyetjeve që pja bën, edhe kjo. Unë nuk i besoj që është ma e mira ose ma e dura me qenë meq, veç në raste kur e ki mik të vjetër edhe don me e ftu në televizion, ajo është tjetër muhabet, sepse e dene një personin fjallë dhe në qoftë se personi që ka me orë vjen, do me thonë është dakord me krejt që ka të kemi pyet, është këtë në rregull, mirë po besoj që tani Me rujt vijen profesionale. Po, i hup profesionalizmi në qoftë se të gjithmonë kime tentu çdo mysafir që e sjell në studio me pas një lloj miqësie. Ajo i bjen pak edhe si interes, se mas ne edhe personi që vjen e den që ti po mbon kontakte se na është ai vyna apet në të ardhme nëse diçka. Ma mirë është profesionalizmi me kanë në top tani të tjerat. Kush mendoni se e ka më të lehtë pozicionimin e mirë në media, në televizion në përgjithësi, meshkujt apo femrat? Famrat. Edhe unë mendoj femrat e kanë ma të letë qasjen edhe për arsyen është atë bukurisë. Ja u qelë ko gjatë do dyrë, po normalisht që ato dyrë që të hapën duhet me ditë pastaj me imbajt, se në qovë se veç të hapën edhe të nuk je apt, nuk je zoja me mbajt qatë punë që tu ka ofru, që aja mundësi normalisht që e hup shumë shpejt. Por cila mendoni se është një pyetje që gazetarët nuk kanë guxim t'ia thonë një politikani apo VIP-e? Nuk është politikanë, më duket që folin ma shumë, edhe për jetën e tyne, edhe më duket që janë shumë atë hapur. Por a ka pyetje të ndaluara, kjo është ideja. Varësisht. Pyetje të ndaluara, varet prej personit, ndoshta, që e ki përballë. A jeni përballë ndonjëherë me dikë që e keni pas të ftuar përballë që e keni ditë që kjo pyetje duhet i bëhet, por për X arsye s'keni mujt me Po, ja. ka pas, normal, ka pas të mësoj përket showbizit, personazhet ndryshme, për shembull kur ka qenë pjesa e lëndëve narkotike që personazhi në fjalë i ka përdorur, nuk më ka leju për shembull me ja bëu atë pyetje sa i përket asaj pjese. Për shkak që sipas tij ka qenë halatu i përdor, po ka deklaruar që nuk i përdor. Kjo ka qenë një pyetje që nuk më ka lejuar me ja bëu një personazh të Ka qenë politikan apo VIP? VIP. do thotë showbizit. Publike e showbizit, po. Nuk i di, unë nuk më pas rast që më ka thonë dikush mësë me pyet diçka, nashta prapë po kthejna të natyrat e emisioneve që i kom moderu ose që kam qenë gazetare në teren, po gjithsesi besoj që po normalisht që sidomos te politika kjo është shumë ma e theksume, sepse në politik normalisht nuk thuhen gjitha gjërat edhe ka ma shumë lajka edhe lojra të fjalëve, politikanët e tonë zakonisht edhe në qoftë se ju bëhen pyetje direkte, asnjëherë nuk e marrën përgjigjen e merituar si popull, kështu që Anjeza dhe Erleta, faleminderit shumë që ishit në studion e në Mala Ndet. Biseda ishte dinamike me shumë ngjyra dhe kishim kënaqësinë që t'ju kishim përballë. Faleminderit shumë. Maci. faleminderit shumë edhe prej juve. Unë kisha pas qef veç me zgjedh njënën prej malit të së unë jam personi detit. Shumë ma me qef shkoj edhe rinë detit se sa në malë. Komendu që keni me bë këtë pyetje. Personi shtëpisë. Për momentin. E kam një lidhje ngusht me shtëpinë. Pastaj shkon deti. Se jam që shkon edhe pushime deti. Ma ke nxon vanin. Faleminderit shumë Çika për këtë bisedë të këndshme. Ju dëshiroj shumë suksese dhe sigurisht do shihemi edhe në momente tjera. Faleminderit juve, Kështu dhe po e përbyllim këtë pjesë të dytë, do të shihemi pas pak.